Shija jetën parashevisi Magu ka nxjerr një këngë të re, edhe pse unë jam pak skeptik, ka ardhur momenti që ta dëgjojmë bashkë. Hajde pra. Se të dua, oh, sa të dua. O, zot na ruaj. Ja, pra, të mish, si që mendova, si që e parashikova, ashtu dhe rezultoi. O Elton djali, o motra vllai ti, po të rujt zoti, po ti bëj çfarë të dush me veten tate, me karrierën tate, me trupin tat, po të rujt zoti, po ti shkatro bythën tate, që mund që shkatron karrierën e parashevisi Magut. Po për disa like dhe views-a që do marrësh ti çik vëmendje do të jepet ty, shko dhe degeneron një këngëtare legjendare shqiptare. Po pse më kështu ndihmohet parashevisi Magu duke e shkatruar karrierën në momentet e fundit? Në vend të japësh ndihmë, parasheviku është 60 vjeç ti i bën këngë sot. Ka nevojë parasheviku të krijojë sot. Gjithë kanë krijuar moshë të re, pastaj dalin nëpër koncerte, bëjnë evenimente për të qenë afër publikut dhe fansave. Këtë gjë duhet bëjë për parashevisi Magun. Shkoj te bashkia aty, duke qenë se ti je, duke qenë se ata gjysmë janë atje, edhe ti vetë je pjesë e grupit, duke qenë se je biznesmen, duke qenë se je djalë, je motor inteligjente. Mund shkoshe me ata, të bëje një marrëveshje, të bëje një koncert në shesh për parashevisi Magun, të sjellje nostalgjinë tek ne, të sjellje atë gjën e bukur dhe të pastër që ka pasur, që ne të shkojmë ta paguajmë biletën dhe ta dëgjojmë. Aty duhet t'i bie, jo t'i bie bythës, na shkatrosh edhe në parashevin, o të mbyll mendja. Fusi edhe parashevin të rënkonde, ty halal ta po zoti. Po te parashevia i gjete më po. Leja Luana Vjotës edhe këto robe tjera, leja ku ta diun Miki Pojanit. Ç'pun kër parashevia të rënkoj 60 vjeç.